dëmtume jemi totalisht, as Nisan nuk ka pështu, as Misër, as Bostan, as Pjepen, as Spec, as Nisan. Këtu jemi vish një pjesë, se e kom pas Pjepen edhe Spec, edhe jonë tjera të fusha me Bostan, jonë me tjera të sënë si ne i ka dëmtu totalisht. Bile sikur që Sirani, unë për 7 vjetë mija nuk e moj, si ka ndodhë ma shumë më zgjatë gjësore Breshër, me stuhi, me erë të fort, gati si pak kemi friksu dhe si po pështojmë edhe vetë. Lemo sanet në fush, ama po shqiet edhe vetë të rejnë është dëmtu çdo sen. Çdo sen, total 100% është i dëmtum si vjetë. Se bike edhe për para Breshën, ama diçka na pështajke. Qka ish pak ma rezistent, pështajke diçka si vjetë. Ma as Misër, as e sen pështus si vjetë në koktu. Vlera është vish investime, për shembull, një hektere pak ma shumë Spec si kam për mi 3 hektere Pjepen e Bostan. Edhe jonë edhe do tjera, vlera vish investime si kemi bo, ja kalon shifrën e 20.000 euro. Vish investime si kemi bo na parë tonat. E plus asaj na masanej, tash për shembull kemi llogarit dikun më dal me qëtë sasi që ja kom pas mjellë dikun do të më drejnë në minimum. A den se jo, se është muj me dhonë edhe shifrën që kom logarit më morë, vish një 40.000 euro duft mi fitune me qëtë po shifet edhe vetë me qëtë pasonisje ka pa folë zoti. Se akon shumë prodhemi mirë, ke u rrit, u boj i mirë, qëto e kemi, unë shkova në minimum, se shpesh ka bova ki që par vjeti, para 2 vjetet tash, se konë për shembull e njëjta si përfaqe, e njëjta këtyne si e ka kalu 60.000 euro si e kom fitu në vetë. Unë shpesh bile ju kom thonë edhe ministrisë, mbrojna veç çmimin ton, mbroj ti bujqit, nuk du në subvencione më thonë mu absolut. Së është aja kur farë përkroja subvencionen, me gjithse i në rritë, nuk është e keqe ajo, po çmimin, tregun ton mbroje.